Surja El Buruj, Mekase, 22 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për qiellin me yjesi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin edhe për atë që dëshmohet. Mallkuar qofshin njerëzit e Hendekut, zjarri të ushqyer me lëndë djegëse, kur rinin ulur rreth tij, duke dëshmuar atë që po I bënin besimtarëve. Ata I munduan besimtarët, vetëm se këta I besuan Allahut, të plot fuqishmit, të denjit për çdo lavd, të cilit I përket pushteti I qijeve dhe I tokës, dhe që është dëshmitar I çdo gjëje. Pa dyshim, ata që I përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen, I pret dënimi I xhehenemit dhe dënimi me djegje, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Kjo është fitoria madhështore. Vërtet, ndëshkimi I Zotit tënd është I ashpër. Vërtet, Ai e zë fill krijimin dhe e përsërit atë. Ai është falësi I madh, I dhemshuri, zotëruesi I fronit të lavdishëm, vepruesi I gjithçkaje që dëshiron. Ai ke dëgjuar ndodhin e ushtrive të faraonit dhe të fisit Themud? E megjithatë, ata që nuk besojnë, vazhdojnë ta quajnë atë Kuranin të rrem, ndonse Allahu është pas tyre e I ka nën kontroll. Përkundrazi, ai është një Kuran I lavdishëm në pllakën e ruajtur mirë, Leuhi Mahfudh.